Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe do t'jemi si çdo ditë edhe sot bashkë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim transmetimin e sotëm duke komentuar aktivitetin e SPAK, sidomos tani në fushat zgjedhore, incidentet e krijuara dhe sidomos do të komentojmë atë që konsiderohet edhe si struktura për krimin zgjedhor. Kam kënaqësinë të kem në studio ish prokurorin Ervin Karanja. Përshëndetje, zoti Karanja. Faleminderit për prezencën tuaj. Në një lidhje direkte do t'jemi me avokatin e njohur Kujtim Cakrani. Përshëndetje, zoti Cakrani. Përshëndetje, Fredrik. Zoti Karanja, një incident është shënuar në Fier 2 ditë më parë, ku sipas reagimit që ka bërë Byroja Kombëtare e timit është konfirmuar sulmi ndaj agjentëve të BKH-s. Pra, duket se kanë nisur problemet e para. Si e keni parë këtë ngjarje? Nga sa kemi parë nga media, punonësit e BKH-s kanë qenë në krye të detyrës. Kanë bërë në kuadër të urdhave të dhënë nga prokurori në urdhat e vëzhgimit, kanë qenë në vendin e ngjarjes, duke marrë prova. Oficerët e policisë gjyqësore, domethënë se pavarësisht se kanë emrin BKH, në thelb janë kompetencat e policisë gjyqësore, që një nga detyrat është mbledhja e provave, kthyer në vendin e ngjarjes, vëzhgimet. Nga ana tjetër kemi edhe një kompani private. Tani këtu për mendimin tim, domethënë Siguria. Po, siguria. Edhe kompania private në rastin konkret e kontraktuar nga pala tjetër, pra nga pala që ka patur pronën. Po. E kontraktuar dhe kompania private, domethënë ka bërë sigurinë e zonës. Pra siç dihet, çdo kompani jemi me një zonë të Fierit, që zonë problematike, ka siguruar pronën. Tani ka parë një makinë aty që ka pas të dyshim, sepse gjithë diskutimi që kam parë në media, sepse është ngrit pretendimi se duhet gjuhë pretendimin e palëve. Tani, e vërteta është që punonësit e BKH-s ka qenë krye detyrës. Pra nuk kanë shku privatisht aty. Jo, nga ana tjetër kemi edhe një biznesmen i cili ka një kompani private dhe mbron pronën. Tani ka parë një dron, domethënë që fluturon aty. Kanë nxjerrë sepse tash është një kompani që ka investuar shumë para aty dhe normalisht nuk ka interes zihet ose të krijojë konflikte me punonësit e policisë shtetit. Aq më tepër çka kemi gjuhur nëpër media, kjo kompani, domethënë pronarët janë mbështetës të një subjekti politik i cili ka mbështet SPAK-un. Pra në vetvete, kjo kompani dhe mbështetësi politik që mbështet nuk ka konflikt me SPAK-un. Mendoj që në rastin konkret kemi të bëjmë në të quhet në drejtën penale, kemi të bëjmë me një rast fatkeq. Tash ç'u kuptojmë me rast fatkeq? Pra këta kanë menduar se kush e di kush është, domethënë mos është në i burim rreziku dhe kanë reaguar. Se i kam dëgjuar dhe pretendimet e tyre, thotë neve. Pra, personat që kanë reaguar kanë qenë të sigurisë. Por tani kompanisë së sigurisë. Këta kanë reaguar pa e ditur se kush janë, sepse mund të ndërhyjë avokati nëse ka informacione më tepër për të gjithçka që kemi parë nga media, sepse dosjen ne nuk e kemi lexuar, po pretendimet e atij pronarit thotë, shiko, unë jam kompani private, kam menuar se po funksionohet siguria dhe kam reaguar. Nuk e dija, thotë që ishin punonësit, kjo është thelbi i mbrojtjes. Dhe ky kemi të bëjmë me një rast fatkeq. Kemi gjuhë nëpër media edhe për reagime për raste tjera, sepse janë disa raste, nuk mund të themi është vetëm ky rast, po ka pasur shumë raste konfrontime midis policisë dhe subjekteve private kur janë në kushtet e vëzhgimit. Ku fillojnë dhe ku mbaron, le të themi, e drejta e kësaj strukture pra për krimin zgjedhor, si duhet të ndërhyjë, apo mund të shkojë kudo dhe të kap persona të ndryshëm në kushtet e flagrancës? Po do doja pak edhe mendimin e opinionit edhe e avokatit edhe më pas flasim sërish. Avokat, si e keni parë këtë ngjarje? Unë këtë ngjarje e kam parë si një ngjarje ku BKH-ja, duke shfrytzuar uniformën ose duke shfrytzuar detektivin e oficerëve si oficer që janë, kanë shpërdoruar detyrën, sepse nuk është në të drejtën e saj që ta abuzoj me detektivin, që do të thotë, ata nuk mund të hyjnë dhe të kontrollojnë me vend dhe pa vend, pra në kontrollet apo vëzhgimet apo kërkimet kanë disa procedura standarde. Po pra kjo duhet sqaruar, pikërisht kjo pjesë duhet sqaruar. Po i di shumë mirë, nëse kanë qenë në përgjim padyshim që duhet të ketë edhe një procedim për ta, ose patjetër duhet të ketë edhe një urdhër gjykate nëse do kontrollohet subjekti privat aty, dhe kështu që unë mendoj që oficerët e BKH-s kanë vepruar si band. Dhe kur them si band, tamam si këto bandat që të survejojnë për të vënë gjoba
edhe nuk kam asnjë ndryshim nga këto bandat kriminale që ju i quani banda kriminale. Në fakti që oficerët e BKH-s duan të bëjnë vëzhgime, kjo nuk bën që ata të bëjnë vëzhgime në kundërshtim me ligjin. Ata mund të bëjnë vëzhgime, por jo të shkojnë te gardi apo të hyjnë në ambientet e një subjekti privat, të ngërën dronin aty dhe të bëjnë çfarë të duan. Unë nuk e njoh subjektin privat, as kam lidhje fare, por veprimet e oficerëve të BKH-s, flas si avokat këtu, se mund të isha unë ai që do mbroja të subjektin privat ose personat të ndaluar. Mendoj që ata nuk duhet të i kalojnë, sepse i kanë këtë periudhë kanë marrë një supergjiro në kuptimin popullor të fjalës dhe po shkelin çdo të drejtë procedurale që janë të garantuara si në kushtetut edhe në kodin e procedurës penale. Kështu që nuk kemi pse t'i bijmë rreth e rrotullt se janë oficerë të BK-s, mbi të gjitha ata janë njerëz që të parët që duhet të zbatojnë ligjin dhe të parët që duhet të jenë korrekt me dispozitat ligjore dhe pastaj të shkojmë tek çfarë ka ndodhur. Pra ju thoni që duhet kishin një mandat, duhet ishin lajmëruar, por do doja të pyesja dhe ish prokurori në kushtet e flagrancës. Si veprohet, sepse mund të ketë pasur indicje. Shiko. Problemi që ndron këtu, nëse ke indicje për vjedhje votash, për bashkëpunim për vjedhje votash, apo për krye veprime të tjera që bien, po themi kriminale që bien kundërshtim me ligjin, nuk janë këto format që ata duhet të sillen në këtë mënyrë për të zbuluar dhe për të shkuar te vendi për të zbuluar çfarë ka ndodhur ose çfarë ata duhet të zbulojnë. Kështu që mënyra që kanë gjetur ata, rruga e tyre për mua proceduralisht ka qenë një rrugë e gabuar, një rrugë e cila ka krijuar një konflikt të paqën. Ka qenë është një konflikt ku janë arrestuar dy persona, të cilët nuk ka pse të arrestohen, kanë qenë në mbrojtje qofshin këto të biznesit të tyre, sepse ne dim që në biznese private shkojnë lloj-lloj grupesh kriminale që vën edhe gjoba apo deshët ju, dhe kështu që oficerët e BK-s nuk është se janë sjellë si oficer, se unë që jam apo dhe ju në studio kur të vjen dikush, nëse nuk i identifikohet kush është dhe pse ka ardhur, atëherë çdo kush ka të drejtën e tij të mbrohet. Dhe këtu jemi në kushtet e një reagimi normal të një qytetari ose një subjekti privat ose një kompania private ku është shqetësuar në punën e tij të përditshme dhe në objektin ku ushtron ai detyrën e tij. Kështu që nuk kemi pse t'i bijmë rreth e rrotull, fare që të themi ta na shkalojmë, ata kanë qenë në krye detyrës. Jo, krye detyrës ka qenë dhe ata që ishin atje brenda tek ajo kompania, kanë qenë në krye në detyrën në punën dhe në hallin e tyre. Kështu që BK-ja duhet i vë gishtin kokës, sepse po ka hyrë në shumë kompetenca, duke qenë që kanë atë tagrin që marrin nga prokurorët e kështu me radhë, dhe kështu që duhet ta mbledhin mendjen dhe mos të bëjnë kontrolle me vend dhe pa vend dhe mos abuzojnë ose të shpërdorojnë ligjin. Zoti Karança, dëgjuam shpjegimin e oficeri policisë gjyqësore, kompetencat e policisë gjyqësore janë përcaktuar në kodin e procedurës penale. Qartë. Tani, në rast se gjatë kryes detyrës ka cedime ose ka shkelje të lirive dhe drejtave të njeriut, ka organe tjera dhe ka që e çmojnë dhe verifikojnë këto raste konkrete. Organet e tjera, më fal një sekondë. Organet e tjera ne i dim që janë bërë noter, janë kthyer në noter të prokurorëve dhe të këtyre tani. Një sekondë, zoti Karança po shpjegon ligjin se si funksionon, pastaj se çfarë ndodh në terren. Do ta komentojmë edhe këtë pjesë. Të lutem, avokat. Nga ana juridike, ju lutem më rregulloni audion sepse nuk e dëgjoj mirë avokatin. Fjori abuzimi me detyrën në këtë vend është kthyer në normë. Ky është thelbi i gjës. Jo vetëm na APK, po na prokuror, po deshët ju, po na gjykata, po deshët ju, na çdo institucion që ka një farë rëndësie në këtë republikë. Avokat, të lutem ta dëgjojmë pak ish prokurorin. Të lutem. Me qytetarët e thjeshtë dhe me këtë dopra, ky është ajo që po them. Qartë, ta dëgjoj pak edhe ish prokurorin. Po. Tani, ata kanë qenë krye detyrës duke bërë veprimet procedurale. Në rast se ka shkelje, konstatohet janë organet përkatëse. Lidhe me flagrancën, këta janë duke qenë oficer policie, kanë drejt të bëjnë arrest në flagrancë. Kanë drejt bëjnë vëzhgimet, por unë me qenë korrekt, duke pas parasysh dhe pretendimet e palës tjetër, dhe prandaj të thash që në fillim që kemi në drejtën penale, kjo quhet rast fatkeq, pra unë mendoj se janë keqbërës, janë persona që po bëjnë keq dhe kam reaguar. Pra, ky është ideja. Por këta kanë qenë në detyrë, ky është rasti fatkeq. Byroja ka qenë krye detyrës duke bërë veprimet. Fatkeq mund të shënuar dhe viktima. Tani, puna, kjo në drejtën penale quhet rast fatkeq.
Tani, fati madh që nuk kanë ndodhur, nuk kanë avancu, domethënë janë sqaruar gjërat sepse edhe këta janë prezantuar, me sa kemi dëgjuar janë prezantuar si oficerë të BK-s dhe ngjarja është sqaruar dhe neutralizuar. Pasi ka ndodhur incidenti. Pasi është ka ndodhur sepse ka dhe një diçka, dhe vjedhja e votave ose gjithçka tjetër që mund pretendohet janë vepra penale në ndjekje e sipër, sepse po ta di personi që po ndiqet nga policia, nga BK-ja, dhe ai është shmang, dhe ky është efekti i befasisë. Këta janë zbuluar dhe kanë ndodhur kjo që kanë ndodhur. Tani, edhe pretendimet e palës tjetër duhet dëgjuar të biznesit. Edhe dëgjova dje me vëmendje dhe pronarin e biznesit, unë tha, nuk kam dëgjuar me BK-n as me shtetin, tha, kam menu tha që ka qenë keq bërë të kjo punë, shqyr zoti, domethënë me kaq është, domethënë është hetimi që do ta sqaroj. Pozicionin e gjithë personat do pyeten personat që kanë qenë pranishëm, personat e kompanisë. Pra, ajo që duhet sqaruar është nëse agjentët e BK-s, siç thotë avokati, veprojnë në këtë mënyrë, në radhë të parë rrezikohet jeta e tyre. Tani kjo apo është një risk që e kanë marrë përsipër. Tani edhe agjentët e BK-s është një detyrë e vështirë, mbledhje provave. Jo vetëm këtu, por çdo vend botës, se ne jemi dhe ata kanë procedurat e veta. Kanë dhe që, domethënë, mund t'jetë dhe undercover dhe zbulohen, siç kemi parë, domethënë, se nuk është se ndodhet në tu, por mbledhja e provës, prandaj është procesi vështirë, sepse për shembull u përmend në media, ne kemi shumë raste që kanë ndodhur incidente gjatë vëzhgimit me subjekte private, duke filluar nga 2009 kemi rastin e Dritan Dajtit, edhe ai këtë pretendim nuk e dija që ishin policë, por nuk u morë parasysh fare, biles dhe gjatë procesit Dajtit ka pas shumë shkelje të rënda procedurale, shumë të rënda. Kemi dhe rastin që e përmend një gazetari njohur, rastin e Çabe, dhe ata thanore ne kemi pas probleme dhe policia kujtojmë se ishte hasme me pak fjalë. Kemi dhe rastin fjalë, prandaj është hetimi që rast mas rasti bëhet verifikimi. Po them. Po, ka diçka, po. Ja, ta përfundoj zoti Karanja. Prandaj po them se ata nuk kanë qenë privatisht aty, sepse ne mund të themi për shembull, jemi dakord që shiko kaminatat pronarin e biznesit dhe por shkoj ata kanë shkjen për shkak të detyrës dhe çdo mangësi në detyrë është një organ, pra është një komision që vlerëson se kanë qenë për shkak të detyrës apo jo. Tani prokuria në dienin time ka nisur një procedim penal prokuria rreth gjyqësor Fier dhe do verifikoj rastin me vëmendje. Që kemi të bëjmë një tejkalim të drejtave nga ana e agjentëve dhe pozicionet e tyre. Në rast se është e vërtetë që këta se kanë ditë, i bie që edhe këta janë, domethënë nuk kanë përgjegjësi penale, sepse janë në lajthim, pra kanë menduar se ishte një keqbërës, ndërkohë që nuk kanë qenë një keqbërës, ndërkohë që këta kanë qenë në mënyrë undercover ose të mbuluar, por të më zbulu provën, sepse kështu do zbulohet prova, vjedhje votave. Madje më rezulton që është dhe pronari biznesit mbështet një subjekt politik që ka një përkrahje shumë madhe për spagun. Ka një pyetje ose më saktë dhe retorike kjo pyetja. Ku ndryshojnë nga një grup banditësh nga një grup oficerësh policie? Kush i dallon pra në rrugë, nëse i shikojmë një grup oficerësh policie dhe një grup banditësh, kush i dallon? I dallon detektivi dhe i dallon edhe veshja, apo jo? Dhe thot policia thuhet, kur bëhet një aksion i caktuar. Paktën kështu është në terminologjinë e kriminalistikës botërore, nuk e them unë. Dhe ne nuk bëjmë dot shpikje të kësaj natyre, sepse dallimin ndërmjet krimit të rrugës dhe oficerët BK-s e bën ligji. Pra ligji është ai të cilën i ndan këta dy. Dhe identifikimi, se ndryshe pa identifikim pastaj janë njësoj. Çfarë ndryshimi ka? Dhe mund të vritet edhe me armë. Dhe ju thoni, dhe këtu po diskutohet tani që ose do sqarohet, po si do sqarohet? Ata janë të ndaluar nga policia. Ata janë të ndaluar nga me urdhër prokurorit të Fierit. Si do sqarohet kjo? Kur ti më arreston mua dhe ai tjetri që më ka ardhur, më ka bezdisur te biznesi im, sot vazhdon punën, si do ta sqarojmë ne këtë? Unë do ta sqarojmë që unë të rri në hetim edhe të rri me mas sigurimi, sepse ata nesër, sot apo nesër, do merr masa e sigurimit dhe të jeni të bindur mund të rri dhe në arrest me burg. Dhe është e sigurt me këta prokurorë dhe gjyqtarë që janë sot sistem. Mund të rri dhe në arrest me burg. Ose në arrest shtëpi. Po mua këtë liri që po më hiqet, kush ma përgjegjësi, që më erdhën ca njerëz aty të pa identifikuar te biznesi, më shqetësuan, më bezdisën, më nuk po identifikuan, u identifikuan kur u shkoi policia dhe vajti të krijoj gjithë ajo zhurmë e madhe që u kriju, atëherë u identifikuan ata zotërit. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur flasim dhe jo të mbrojmë mirën palë, dhe palën tjetër qytetarin që është i pambrojtur ligjërisht, hajde ta godasim. Jo, unë jam krau. Jo, zoti Karanja tha ky është një rast fatkeq.
Qiko Fjori, unë jam në krahun e çdo qytetari i cili abuzohet nga uniformat e çdo organi ligjbatus, qoftë policia e shtetit, qoftë e burgjeve, qoftë BKH-ja e kështu me radhë. Kështu që ky është një rast sui generis që të vë mend edhe BKH-ja, sepse mund të vriten me njerëzit atje tek banesa kur ju shkojnë pa u identifikuar, mund të vriten në rrugë, mund të vriten kudo. Kështu që këto nuk janë forma hetimi. Hetimi ka forma, prokurori e di shumë mirë, ka forma të tjera, të lishme, po deshët ju, dhe nuk bëhet hetimi të veshte tjetëri e t'i ngrësh dronin mi biznes aty dhe t'identifikohet. Po çdo njeri do reagoj. E sidomos shqiptari që është në Gjanxet. Dhe shqiptari që është, si themi, është lokalist, është njeri i cili reagon. Ka fis, ka njerëz, ka vlla, çfarë them unë ty. Kështu që unë e shikoj një ngjarje që duhet vëmë mend edhe BKH-ja, po edhe SPAK-u, se nuk bën kështu hetimet. Nëse agron nga plani, dyshohet që mund blinte vota për subjektin të cilën ai aderon, ai është problem tjetër, ta zgjidhin në forma tjera. Po jo të shkosh të ngrësh dronin te biznesi e kështu me radhë ti arrestosh pastaj familjarët e tij sepse BKH-ja ndihesh e shqetësuar. Jo, jo. Ku shqetësimi këtu? Ku shkelja që kanë bërë ata zotrin? Se ky është thelbi. Ku shkelja? Ku shkelja e ligjit që kanë bërë ata? Shkelja pra se përshiten votat. Përshiten votat pra. Shiko, kapja e votat, nuk është kjo. Doli jashtë kontekstit. Ose mund tjetë qështë Ka patur indicje pra... Po ka pasur indicje sepse... Mund të kem patur, se ne nuk e dim këtë. Po privatisht... Mund të kem patur indicje se do ta nxjerrë hetimi ata kanë shku privatisht aty, apo në bazë një akti prokurori. Kjo është. Në qoftë se kanë shku privatisht, jam dakord me ty. Po, nëse kanë patur një akt nga prokurori... Privatisht që mund të shkojnë edhe kështu pra pa verifikim si që thotë avokati? Tash, qoftë se ka... Nëse ka patur një mandat nga prokurori? Edhe me logjike marrim rastin hipotetik. Aty duke u bërë një vepër penale. Ata nuk do shkojnë tash në moment që kapen... Një sekundë avokat se nuk dëgjojeni gjatë kohës që flet zoti Karanja. Ju lutem. Edhe kapja në flagrancë ka rregulla. Po. Pra çdo kapje në flagrancë ka rregulla. Pra duhet kapur kryesi për të veprës penale. Dhe policia bën policia gjyqësore, se ata janë trajnuar edhe në Amerikë. Pra jo janë trajnuar për shku në Amerikë, janë trajnuar për atë punë. Ka rregulla, ka mënyrën e kapjes flagrancë. Për shembull, po marr një vepër tjetër. Për shembull, tek shkëmbimi i drogës, tek shitja e drogës. Ti do presësh momentin e shitjes. Për shembull, në djenin time kur kam qenë, jo, domethënë kemi pas raste që edhe gjatë shkëmbimit të drogës, kur është bërë blerje simuluar, ka pas shkëmbime me armë zjarri. Pra është përdor dhe aty armë zjarrit ka qenë... Gjatë të sepse momentit. Po vetë, sepse ne duhet kapim, ose në vepra penale tjera. Për shembull, shfrytëzimi i prostitucionit, për shembull, do presësh momentin kur ata shkojnë në motet. Qartë. Ose s'mund ta kapësh rrugë. Ne do presim kur të bëhet vepra. Ata kanë vënë dronin me e vëzhguar nga lart, që të saksojnë moment, po gjithmonë në mënyrë hipotetike, për të kapur momentin e kryes veprës penale. Se idhen Po, avokat, për ta mbyllur këtë pjesë sepse duhet kaloj në një moment tjetër. Jo, unë vazhdoj të qëndroj tek kjo që ata, oficerët e BKH-s, kanë qenë në shkelje të ligjit në shpërdorim të detyrës dhe detektivit që u ka dhënë shteti për të kryer hetime. Kaq unë qëndroj tek kjo. Nëse çiko në Fier, nuk është se vjen votat i blej Agron Kaplani, s'kam asnjë dhe s'dua të di për të. Po në Fier po Vietnami ka dalë, po shpërndan toka në çdo cep Elinda Balluku, s'ka lënë më toka në anë të detit, po u jep me gjithë bandën e saj që janë në Fier edhe su kujt toka SPAK-u dhe BKH-ja ta kapi. Po tani do flasim serioz apo do tallemi? Nëse do tallemi me publikun, hajde tallemi çfarë them tani. Se votat këtu i bleka. Ne jemi këtu për të sqaruar këtë situatë, për të komentuar këtë situatë që është krijuar. Gjithsesi. Tani lidhje me Kaplanin thash edhe një herë, unë i besoj është një biznesmen, çka ka pagametet nuk e njoh, është një biznesmen që ka investuar shumë para, dhe është që duhen respektuar, sepse biznesi mbar shtetin kapitalist. Dhe nuk ka pasur si qëllim që të zihet qoftë me policinë e shtetit, qoftë me BKH-n. Mendoj që kemi të bëjmë me një rast fatkeq. Pra dhe më thënë, kemi një lajthim kamenun që ka pasur agresion, ndërkohë nuk ka pasur. Pra jemi para rasteve të pushimit çështjes. Me kaq prova sa janë. Tani hetimi është gjë tjetër. Nëse dalin gjëra tjera. Pra unë i besoj një sipërmarrësi privat që thotë janë këto rrethana. Është njëri i nderuar, ka qenë dhe kryetari i bashkisë të Mallakasës dhe duhet t'i besojmë edhe njerëzit. Por tash në këtë fazë të hetimit jemi shumë herë themi, pra me këto prova që kemi parë në media, unë mendoj se nuk ka vepër penale. Avokat,
Mund të kalojmë në një moment tjetër, apo ka diçka të fundit për shtuar? Nuk e di, pak të deri sot, të ketë një dispozit të kodit në ligjin penal, që duhet të arrestohesh, sepse për rast fatkeq, sepse nuk arrit do ta perceptojë. Po këtë pra po thot ish prokurori, nuk, për mua thot në mendimin tim nuk ka vepër penale, do pushohet çështja. Janë të arrestuar ata personat, janë të arrestuar 2 apo 3 persona sot mbajnë në paraburgim. Pra janë në paraburgim. Është çështje që do hetohet çështja. A kërkon kohë dhe hetimi, avokat, kërkon kohë dhe hetimi. Ndodhi fakt publik do shërohet. Nuk e kalojmë në një moment tjetër të lutem, avokat. Janë rikthyer amerikanët në SPAC. Ne kemi komentuar edhe momentin e largimit, pasi Trump hyri zyrtarisht në shtëpinë e bardhë. U tha se në dorë, le të themi, në mbikëqyrje SPAC ishte në dorën e britanikëve, ndërkohë janë rikthyer. Çfarë do të sjellë ky rikthim? Nuk do të sjellë asgjë, asnjë ndryshim, sepse hetimet në këtë republikë diun që i bëjnë punojnë të bazë kushtetutës dhe kodit të procedurës Shqipërisë. Amerikanët që vinë këtu dhe ikin kanë agendat e tyre, kanë problematikat e tyre dhe s'vin fare as për t'i dhënë mend Altin Dumanit dhe as për t'i dhënë mend atyre të tjerëve, se po të kishin zënë ata dhe të merrin mend të atyre, nuk ta kishin katandisur organin e procedurës SPAC-u në një organ të pavlerë deri sot, të cilit e kanë shfryrë për ai pompozitet i madh që ishte në fillim. Sot organi i akuzës, i prokurorisë së posaçme, është një organ i cili nuk funksionon më. Ju po të shikoni, e shfryn çështjen e Himarës, i shfryn çështjen e inceneratore me dënime shpërdorime dhe tyre në ai vit na 2 vite. Ka çështje të tjera aty që nuk i ka shkuar hetimi deri në fund për arsye që dihen. Dhe tani, për çfarë do të vinë prokurorët aty të japin mend Altin Dumanit, se mend o i ke o nuk i ke. Detyrën e o e zbaton kur vë dorën kushtetues o nuk e zbaton. Unë nuk e di tani se çfarë presin shqiptarët që të vinë amerikanët u bëjnë atyre drejtësi të japin mend prokurorëve të paaft të prokurorisë së posaçme dhe t'i mësojnë se si të ndërtojnë akuza. S'duan ata, pse nuk duan ata të punojnë. Çfarë do bëjnë amerikanët që vinë aty? Çfarë do t'u bëjnë? Njeriu o punon o nuk punon, nuk ka rëndësi vinë amerikanët, vinë anglezët. Ky është e ligjës, po vure dorën kushtetut, bën betimin dhe ti në që pas betimit nuk shkel ligjin dhe nuk zbaton kushtetutën dhe ligjin procedural penal, atëherë tregon që je o i paaft, je i pakapur. Për mua janë të dyja këto, edhe të paaft, edhe të kapur. Kështu që kjo është e gjitha. Do të pyes pak ish prokurorin. Si është rikthimin? Në dënimin time, domethënë që të bëjmë një kronologji, me ardhen e presidentit Trump në pushtet në Amerikë, u bë një pezullim i gjithë fondeve i ndihmave të jashtme, se këto hyn në kuadrin e ndihmave. Do të thotë që ose më saktë investime ose pagesat të taksa paguesve amerikanë jashtë territorit Shteteve të Bashkuara. Një ndër pezullimet ishte edhe për Obdatin. Për USAID janë disa organizata ndërkombëtare amerikane që tani gjatë kësaj kohë është bërë verifikimi. Një lloj auditi le të them. Është bërë një audit, sepse po të keni parasysh se me ardhen e presidentit Trump ka ndryshuar dhe politika e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është shprehje që edhe në fushat Amerika e para. Dhe bëhet një pyetje, çfarë i sjellin të mira, pra ky investim i sjell në të mirë popullit amerikan? Kjo është pyetje që është bërë dhe, domethënë ishin 3 pyetje, po kjo ishte pyetja kryesore, çfarë të mirë sjell. Tani dhe Obdati ndjenin time, domethënë është përfaqësuesi në rang drejtorësh, por nuk është formalizuar përfundimisht. Që do të thotë për ta shpjeguar dhe që do të thotë domethënë që do bëhet një zgjidhje përfundimtare, por tani Obdati Soçëm është ndryshe nga më përpara, sot ai përfaqëson një politikë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kemi një president ri dhe normal që do ketë frymën e administratës re amerikane. Këta kanë asistuar dhe po asistojnë në çështje penale dhe domethënë ndihma e tyre sepse të kemi parasysh, domethënë kanë dhënë ndihmë. Pra edhe me trajnime, në logjistik. Në trajnime, në logjistik, në komunikime, sepse sot dhe shkenca po ecën me ritme të shpejta në fushat ndryshme. Pra edhe është dhënë ndihmë. Dhe tani do të presim mas datës 20, kuptimin që kalon ajo fati 3 muaj që të bëhet një zgjidhje përfundimtare. Pra si do zgjidhet puna e kësaj. Tani të kemi parasysh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhe interesa të tjera, nuk është se kanë vetëm një. Pra përfaqësues do ketë për çështje të caktuara, por mendoj që Obdati do vazhdojë
për menimin tim personal, sepse janë parat investuara nga taksapaguesit amerikan dhe normal tani nuk mund të shpërdoren ose nuk mund të hidhen kot. Këta, domethënë, do vazhdojnë punën e tyre. Ka një lidhje me zgjedhjet, pse erdhën pikërisht para zgjedhjeve, apo është thjesht afat që mbaroi auditi atje? Jo, auditi nuk ka mbaruar, se mbaron tani në datën 20. Po ju po thoni që nuk janë ekspertë të nivelit lartë? Jo, nuk janë me kapacitet plot. Nuk janë me kapacitet plot. Sepse duhet me kapacitet plot, me staf, pra do bëhet një ashtu dhe për menimin tim këto do vazhdojnë punën e tyre për çështjet caktuara. Normal tani edhe të SPAK-u, se po diskutojmë ke çështje vjetra, ke problematika, dosjet e veta duhet dhënë zgjidhje, sepse janë çështje të nxehta për publikun, edhe siç tha dhe avokati, çështje inceneratorëve duhet mbaroj, çështje 21 janarit duhet mbaroj çështje me Gonigalit, duhet mbaroj sepse me Gonigali sot po mbaron burgun në Amerikë. I boni i vit, mushi i vit, po vjen 2, po del jashtë këtu çështja është alamdor. Pra dhe kjo çështje duhet mbaroj. Çështje që janë bërë publike, sepse SPAK-u sot, për menimin tim, gjithmonë duhet përqendrohet te çështjet e mëdha dhe te denoncimet e mëdha që kanë sjellë gjithmonë të pretenduara pa i paragjikuar, sepse kallëzuesi gjithmonë ka mendimin e tij, por faktet gjatë hetimit, prandaj po them duke lidhur me çështën në fjalë, çështjen që diskutuam në pjesën e parë të emisionit, që mund të jetë ndryshe. Pra perceptimi jonë është ndryshe, faktet janë ndryshe, se dhe neve nuk mund, s'mund të paragjykojmë një çështje. Mund të pretendohet që një rrugë është bërë abuzim, ndërkohë që del nga hetimi që nuk është abuzim. Por unë them që këto çështje duhet marrojnë shpejt. Pra duhet aparatura e Stafut, duhet ketë një lloj që të mbarojë, sepse edhe publiku t'i jepet një zgjidhje përfundimtare. Avokat. Them diçka. Po. Për ta lidhur me punën e SPAK-ut, ju besoj e dëgjuat para 3 ditësh referimin që raportin që mbajti zoti Dumani para prokurorit, pra Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Po, foli aty për statistika, foli për sekuestrime, konfiskime, kështu me radhë, që në fakt ishin për 5 vjet ishin shumë qesharake nga pikpamja dhe tregoj dhe njerë që nuk ishin avancuar dot në kërkim të korrupsionit të anës financiare të atyre që mendojnë që janë korruptuar në këtë vend. Problemi është ky. Po në asnjë moment zoti Dumani nuk foli, po në asnjë moment fare, nëse kishte shkelur ndonjëherë kushtetutën, kishte shkelur ligj, kodin e procedurës e kështu me radhë. Sepse kjo është shumë e rëndësishme në një vend demokratik. Nëse ne do të qëndrojmë vetëm statistikave, unë po ju them, statistikat këtu janë të tmerrshme. Nuk është se statistikat këtu nuk janë. Nëse sot në burgjet shqiptare, i hapni dhe i keni aty, janë 5070 popull i burgotur. Në këta... Një numër jashtëzakonshëm para burgosurisht. 5% e këtyre janë me statusin e para burgosur. Ndërkohë që 30% e 65% janë akoma pa akuzë dhe paraburgim. Dhe nëse marrim standardet e Bashkimit Evropian, standardi i Bashkimit Evropian është 20 deri në 25% është maksimumi i popullit paraburgosur. Ne jemi 2 fishin afro 3 fishin më shumë se vendet e Bashkimit Evropian, ku ne do futemi te Shqipëria 2030. SPAK e ka sqaruar edhe disa kohë më parë se sa është numri i kërkesave për mas arrest me burg nga ana e prokurorisë posaçme. Sepse ju gazetarët duhet ta pyesni ndonjëherë zotin Dumani, ndonjëherë kur ta pyesni i thoni, si ka mundësi që ju i arrestoni dhe pastaj pas 2 vitesh i ndërtoni akuzën, ose pas 2 vitesh i mbani në paraburgim dhe pastaj ndërtoni akuzën. Në çfarë mënyre standardi është ky? Ku e kanë gjetur këtë lloj standardi këta që marrin personin, pastaj mbledhin provat. Ku është ky lloj standardi? Ne dimë që mblidhen provat një herë, pastaj merret pjesë penale personi. Dhe ky është ai standardi bolshevik që ka zgjedhur prokuroria e posaçme, se prokurorit e rrethë janë inekzistente, janë kot. Pra prokurorit e rrethëve mos i zini në gojë. Janë institucionet më kot. Ata marrin pa. Gjithsesi ata kanë ngarkesën më të madhe, pavarësisht se nuk kanë PR-in që ka SPAK-u. Për hir të së vërtetës. Avokat. Po, dhe për ta përfunduar, ju duhet ta pyesni prokurorët e posaçëm përse kanë këto mënyra represive të ndjekjes penale. Nëse është ky standardi demokratik i shtetit të së drejtës që ti të arrestosh personin dhe rrugës të mbledhësh prova,
atëherë të na japin një version Unë këtë pyetje do ja bëj edhe zotit Karanja si ish prokuror. Ne kemi diskutuar edhe më herët, avokat, ne kemi diskutuar edhe më herët lidhur me besueshmërinë që gëzon prokuroria e posaçme tek qytetarët. Mos ndoshta spak, duke u nisur edhe nga pritshmëria e qytetarëve, le të themi që duan sa më shumë arreste, sepse ka një lloj egzaltimi edhe qytetarët kur shohin, le të themi, persona të veshur me pushtet në mas sigurie ekstreme dhe po kënaq në një farë mënyre oreksin, le të themi, të qytetarëve? Është kjo, zoti Karanja? Unë mendoj që nuk është kjo. Jeni dakord me atë që tha prokurori që masat arrest me burg pra ti e arreston qoftë një person të veshur me pushtet dhe e mban 2 vite të izoluar, më pas ngre akuzën? Bën sens kjo? Duke marrë parasysh edhe vendimet që ka marrë Strasburgu. Diskutohet për masat e sigurimit personal. Pra, diskutohet për masat e sigurimit personal. Masat e sigurimit personal, unë e kam thënë dhe më përpara dhe e them dhe sot, që janë masat gabuara. Pra, duhet kemi parasysh që masat e sigurimit arrest në burg vendoset kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme. Pra, është mbajt për shembull ish kryeministri Sali Berisha, 1 vit në arrest shtëpie, mund të mos ishte mbajt, mund të ishte mbajt edhe në gjendje të lirë. Pra nuk i bënte dëm hetimit, por kjo është një praktike vendosur në vite. Jo vetëm për spagun, po vetëm edhe për prokuroritë e rrethave gjyqësore. Neve duhet ta ndryshojmë këtë mentalitet. Arresti në burg do vendoset kur është për tu vendosur. Tani dalim tek arrestet e zyrtarëve të lartë. Unë mendoj që arresti në burg do aplikohet kur kemi të bëjmë me një abuzim të madh në tendra. Pra të ketë një vlerë të caktuar. Sepse ne përshofim varfrinj të popullit dhe nga ana tjetër zyrtarë që nuk ndërshkohen. Dhe normal, është dhe shpreha vote të shkosh në burg. Por duhet kemi vjedhje pra që janë veprat me rrezikshmëri shoqërore, të cilët kanë sjellë pasoja buxhetit shtetit, që kanë madje unë për mendimin tim veprat më të rrezikshme nuk janë për shembull trafiku ndërkombëtar i drogës. Për mua është vepër më e rrezikshme është korrupsioni, që vidhen lekët e taksapaguesve shqiptar. Edhe trafiku ka rrezikshmëri shoqërore, po për vendin ton ka korrupsioni, që vidhen paratë e buxhetit shtetit dhe futen në xhep nëpërmjet mekanizmave fiktiv. Dhe këto, kur ka vend për arrest në burg, për shkelje tendrash të rënda, këto duhet jenë në burg. Nuk ka, por praktika, marrim rastin e Strasburgut që përmene. Edhe Strasburgu ka kapur një rast i Thoma Goçit, është akuzuar për shpërdorim detyre. Se ta analizojmë rastin konkret, domethënë mund të bëjmë debat, se ka dhënë vendim gjykata. Ka pranuar edhe kërkesën e zotit Fredi Berieri. Pra që ka ankimuar arrestin me burg. Ka qenë e tepruar. Pra ka qenë në kundërshtim me ligjin. Sa ta përfundoj zoti Karanja dhe keni direkt fjalën avokat. Ka qenë masa të vendosur në kundërshtim me ligjin. Pra ka qenë, paraburgimi nuk duhet ishte zbatuar. Këto vendime të shërben si çank për ndryshimin e praktikës. Pra, kur është personi për burg, shkojmë burg, dhe kur nuk është për burg, mund të hetohet dhe në gjendje të lirë. Ja, po marrim një rast, po thonë, ish kryeministri Berisha, mund të hetohet dhe në gjendje të lirë. Ka ndodhur incidentin në fillim që nuk zbatoi masën, ai masën e zbatoi, mund të rritet me detyrim paraqitje, s'kishte pse të rritet mosha e para, mosha e dyta koha e kryes veprës së pretenduara. Sa i thot, domethënë, pretendimi mbrojtjes është për pavajsi, domethënë. Avokat. Ja, shiko, duhet të ndjekim standarde të njëjta. Unë vazhdoj të them, nuk jam kundër ndjekjes penale, të kuptojmë. Unë jam pro ndjekjes penale për çdo person që mendohet, zyrtar, ish zyrtar, që mendohet se mund të ketë kryer konsumuar një vepër penale në krye të funksionit të tij. Problemi qëndron që duhet të ndajmë momente kur je duke ushtruar funksionin publik, pra duke je në krye të detyrës dhe atë të cilën ti nuk je. Pra, nëse do ta ndajmë, për shembull, çfarë provash prish presidenti Meta, çfarë pune i prish gjykatës, se ai do ishte i lirë. Ja, pra, ky është ai rasti që ne duhet ta analizojmë. Ka 6 muaj në paraburgim dhe askush se ka marrë në pyetje pra. Sepse po kërkon prova prokuroria, nuk po them rasti Berisha apo XY. Po flas rasti e zotit Ametaj për shembull. Zoti Ametaj nëse do ishte në Shqipëri sot, do ishte 26 muaj në paraburgim. 26 muaj në paraburgim se s'ka mbyllë hetimet akoma spaku. Dhe kërkoi akoma edhe 3 muaj shtyrje zgjatja fatit të hetimeve. Po ai po të ishte në Shqipëri, do ishte në paraburgim. Dhe bëri shumë mirë që iku, unë për këtë kam të them që bëri shumë mirë që iku,
sepse do ishte bërë një kuizicion ndaj tij. Dhe unë këtë gjë refuzoj dhe ne venis nga ana e prokurorisë. Okej, dakor, do të jetosh, ata jetoj, por jo me masa shtrënguse arrest me burg. Mund të ka masa të tjera janë 6 apo 7. Ndryshon pozicioni Erion Veli sepse është duke ushtruar funksionin publik, mund të prishi provat e kështu me radhë dhe në dispozitat e kodeve penale të vendet Bashkimit Evropian, është sankcionuar edhe personat që ushtruar funksione publike. Merret i mas sigurimi, jo arrest me burg, arrest në shtëpi. Kështu që duhet ta ndajmë këtë mënyrë represive të që përdorë. Jemi në limite, avokate, do doja të bëja edhe një pyetje të fundit. Nisur nga gjithçka që ne diskutuam, avokat, a pritet që përpara zgjedhjeve të ketë, ju jeni pjesë e sistemit edhe informacionet nuk ju mungojnë, të ketë, le të themi, kërkesa për masa sigurie, arrest në burg për persona të veshur me pushtet, kandidat të rëndësishëm, që mund të ndikojnë dhe tek rezultati i 11 majit? Neve flasim ligjërisht. Ligjërisht nuk ke asnjë pengesë ligjore që të morës një masë sigurimi. Kur është personi pa arrest në burg, madje në rast se nuk merret masa e arrestit në burg, nga ana e prokurorit bëhet shkelje. Sepse me asnjë vend kodit procedurës penale s'ke që prit kalojnë zgjedhjet ta arrestosh tjetrin. Nëse një person paraqet rrezikshmëri shoqërore, rrezikon provat, rrezikon të kryejë vepra tjera penale, rrezikon nikën ti, je i detyruar dhe domethënë edhe rrezikshmëria e veprës së veçantë, edhe të autorit ti je i detyruar të marrësh masë. Kemi dëgjuar që priten zyrtar të lartë për në përgjithësi, domethënë pa përmendur emra. Pra nëse ka për të proceduar, duhet procedohet. Sepse janë sa është data sot? Sot është data 17 i bie për ai person mund të bëjë vepra tjera. Qatë themin e presim zgjedhjet? Për mu. Avokat, ju keni informacione? Duke qenë se burimet nuk ju mungojnë asnjëherë. E prokurorisë nuk duhet të jetë me në agjendën e politikës. Nëse ajo shikon dikë që ka po konsumon një vepër penale, ose është në limitet e saj dhe ka prova, pse mos të veproj duke marrë masa sigurimi. Unë natyrisht i refuzoj arrestet në burg, e kam në karakterin tim, jo si avokat këtë, por e kam në formimin tim që me refuzoj arrestet me burg, sepse mendoj që janë mjeti masa e fundit që duhet marrë ndaj personave. Ka të dhëna për një ministër, të paktën dje ka qarkulluar ky lajm në media. E ditë dhe gjithë kush është ministri se ka dalë s'ka ECC. Problemi që ndron këtu që ju mos bëni sikur nuk i dini se i dini gjithë. Problemi është këtu që unë jam kundër kësaj mënyre popullore që të arrestojmë, sepse kënaqet populli. Populli shqiptar do gjak, nuk kënaqet asnjëherë. Do gjak, dje par dje ishte 80 vjetori i urgjimit i vrasjes atyre intelektualve me Variomarin, Koltromarën e kështu me radhë, dhe atëre populli thoshte duhet vrarë, duhet therrur e duhet bërë. Kështu që nëse bëhet drejtësia popullore për popullin, unë thashë refuzoj dhe ne veris këtë lloj drejtësie. Faleminderit shumë, avokat, për gjitha opinionet që ndat me ne. Faleminderit shumë për prezencën, zoti Karança, gjithmonë i mirëpritur në Breaking. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.